Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjekja e njohur do ju befasoj. Nga nesër në mëngjes pini një lugë vaj ulliri dhe shikoni çfarë ndodh. Një lugë vaj ulliri çdo mëngjes zgjon shëndetin në organizëm, i dhuron trupit energji ndërsa forcon imunitetin dhe sigurisht mirëqenien. Është padyshim një nga dhuratat mrekullibërëse të natyrës dhe kjo është receta me vaj ulliri. E pasur me vlera të larta, vaj ullirit mbetet mbreti i shëndetit të mirë dhe kuzhinës së shijshme. Ai i shton shije të padiskutueshme gatimeve dhe recetave të ndryshme anë mban botës, por krahas këtyre vlerave, vlerat që çliron vaj ulliri në çdo gatim janë mirëbërëse edhe për organizmin. Sipas studimeve, konsumi një luge me vaj ulliri esëll në mëngjes ofron benefite të qëndrueshme për një organizëm të fuqishëm për gjatë gjithë ditës. Studime të shumta kanë treguar se njerëzit që konsumojnë rregullisht vajin e ullirit janë më pak të prirur që të vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare, duke përfshirë tensionin e lartë të gjakut, gjithashtu edhe probleme të tjera imunitare. Gjithashtu atakun kardiak dhe nivelin e lartë të kolesterolit në gjak. Vlerat ushqyese brenda një luge të vetme me vaj ulliri janë vërtet të larta. Një lugë gjedhe me vaj ulliri përmban 120 kalori, 14 gram yndyrë dhe as pak kolesterol. Rreth 77% të yndyrës së vajit të ullirit është mono e pangopur dhe 9% është poli e pangopur, ndërsa 14% është vaj i ngopur me prejardhje nga perimet. Vaji i ullirit i virgjër përmban antioksidant beta-karoten dhe vitaminën E. Gjithashtu përmban edhe përbërës fenolik si trisoli dhe hidrotrisoli. Por çfarë bën vajin e ullirit, një nga vajrat më të shëndetshëm për organizmin? Vaji i ullirit cilësohet gjithashtu si një nga produktet më të mira i cili nuk duhet të mungojë asesi në dietat tuaja, të cilat do të sillnin rezultate të kënaqshme në mbrojtjen e trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Vaji i ullirit lidhen me numrin më të ulët të humbjes së jetës nga sëmundjet kardiovaskulare në vendet që e konsumojnë krahasuar me ato që nuk e përdorin. Studimet kanë zbuluar se vaji i ullirit e mbron trupin ndaj zhvillimit të qelizave të dëmshme. Ato kanë arritur në përfundimin se vaji ul aktivitetin e P21-ras, një onkogjeni që parandalon dëmtimin e ADN-s. Studimet tregojnë se, ndryshe nga vaji i mistrit, i cili rrit agresivitetin e problemit, vaji i ullirit është një efekt kredi kundër, duke pasur ndikime më të larta, sidomos kundër problemeve të gjirit. Një nga përbërësit e vajit të ullirit është oleokantal, një lloj fenoli natyral që mendohet se nxjerr jashtë proteinat abnormale të Alzheimerit nga truri. Për ta mbështetur këtë informacion, studiuesit kanë shpjeguar se sëmundja e Alzheimerit është më e vogël në vendet të mesdheut, ku konsumi i vajit të ullirit është më i lartë në botë. Me konsumin e vajit të ullirit do të keni një organizëm më të fuqishëm. Të mirat e vajit të ullirit janë të larta gjithashtu edhe për aparatin tretës. Janë zbuluar fillimisht pas studimeve që janë bërë në lidhje me ushqyerjen dhe radikalet e lira. Studime të shumta kanë treguar për nivele të ulta të problemeve të aparatit tretës, përfshirë stomakun dhe zorrën e trashë. Kjo më së shumti atribuohet polifenoleve të vajit dhe antioksidantëve të tij antiinflamator. Vaji ekstra i virgjër është i pasur me acid oleik dhe xylitol. Ai ndihmon në shmangjen e problematikave të pankreatitit akut, që është inflamacioni menjëhershëm i pankreasit. Ndaj, edhe nisja e ditës me konsumin e një luge me vaj ulliri është veprimi ideal për të fuqizuar organizmin dhe për t'i dhënë atij energji për gjatë gjithë ditës. Sigurohuni të konsumoni vaj ekstra të pastër ulliri dhe të kujdesuni që të siguroni gjithashtu një jetëgjatësi më të mirë të organizmit, duke parandaluar në këtë arsye edhe probleme të ndryshme të trupit. Vaji i ullirit mund të konsumohet të çdo mëngjes, gjithashtu përfitimet që do t'jap trupit tuaj do ta kthejnë atë një nga produktet më cilësore për shëndetin e përgjithshëm. Vaji i ullirit nuk përdoret vetëm në kuzhinë, por edhe në mjekësi e farmaci, gjithashtu edhe në higjienën personale. Ajo çka e bën vajin e ullirit një super ushqim është niveli i lartë i yndyrnave mono të pangopura, sidomos acidit oleik, antioksidantëve të ndryshëm. Për shkak të përfitimeve të shumta që i sjell shëndetit, vaji i ullirit është quajtur ndryshe mrekullia mesdhetare.
Nëse do të konsumoni një lugë vaj ulliri çdo mëngjes, ju do të parandalonit këto probleme sipas ekspertëve të Healthline. Sëmundjet e demantinës. Një nga shkaqet e sëmundjeve të Alzheimerit është rritja e akumulimit të aminoacideve në tru. Një grup ekspertësh në Universitetin e Louisianës kanë zbuluar se një përbërje fenolike e quajtur oleokantal që gjendet te vaji i ullirit ka fuqinë të kontrollojë nivelin e këtyre aminoacideve dhe t'i pastrojë ato. Parandalon problemin e qelizave të dëmshme. Vetitë e vajit të ullirit janë të mira në luftën kundër disa llojeve të ndryshme të problemeve. Dy prej tyre që janë testuar më shpesh lidhen me sistemin tretës dhe problemet e gjirit. Vaji i ullirit është i pasur me acid oleik që parandalon formimin e qelizave të dëmshme dhe me antioksidues fenolik, të cilat kanë veti të mira kundër këtyre qelizave. Ai ndihmon gjithashtu në uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Konsumi i vajit të ullirit ekstra të pastër nga persona që vuajnë nga diabeti tipi 2 i ndihmon ato që të ulin nivelin e sheqerit në gjak dhe ndihmon në rregullimin e tensionit të gjakut. Përfitimet janë të larta nga konsumi i vajit të ullirit. Ai mund të forcojë gjithashtu sistemin tuaj imunitar. Antioksiduesit të vaji i ullirit mbrojnë sistemin imunitar nga infeksionet. Ato mbrojnë edhe shëndetin e zemrës. Vaji i ullirit ndihmon në balancimin e nivelit të kolesterolit, ndihmon për të rënë nga pesha. Ai ju ndihmon të ndiqni sasinë e djamit të tepër, sigurisht në kombinim me dietën me ushtrime. Ja se sa vaji i ullirit duhet të konsumoni çdo ditë për të marrë këto përfitime të cilat i cituam më herët. Për tensionin e lartë, 30 deri në 40 ml vaj ulliri në ditë si pjesë e dietës ose një opsion prej 400 mg të ekstraktit të gjethdheve të tij. Gjithashtu për problemet e zemrës 50 ml në ditë dhe për kolesterolin e lartë 23 ml çdo ditë. Gjithashtu vaji i ullirit do t'japë rezultate të shkëlqyera edhe në shëndetin tuaj, gjithashtu edhe në balancimin e një sër komplikacionesh. Gjithashtu, vaji i ullirit është një nga produktet më të mira ushqyese. Ai ndihmon edhe në përmirësimin e organizmit. Në qoftë se ju vuani nga fryrja e barkut pas ngrënies, ose keni probleme me konstipacionin, duhet të provoni trukun e mëposhtëm. Të pini një lugë gjedhe me vaj ulliri me stomakun bosh. Acidet yndyrore të vajit të ullirit dhe vitaminat të tij të shumta mbrojnë qeliza dhe përmirësojnë ndjeshëm funksionet e sistemit imunitar. Ato ushqejnë në fytyrën e thatë, trajtojnë akthen dhe gjithashtu ndihmojnë kundër rënies së flokut. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrësi në rutinën tuaj të përditshme të bukurisë, sidomos nëse ndjeni lëkurën të thatë dhe pa jetë. Mjafton një masazh i thjeshtë me pak vaj ose i kombinuar me të kuqen e vezës, por e karrote ose vaj kokosi, dhe fytyra juaj do të ndjejë ndryshimet e para. Edhe mëlçia do të përfitojë gjithashtu edhe për shëndetin më të mirë. Mëlçia është ndër organet më të rëndësishme të sistemit tretës. Ajo kryen disa funksione, metabolizon të gjitha elementet ushqimor, proteina, karbohidrate, vitamina, kripra, minerale e të tjera. Prodhon substanca që përthithin vitaminën K dhe ndihmon në përthithjen e vitaminës A dhe beta-karoten. Prodhon enzima për të tretur ushqimin, forcimin e detoksifikimit për të larguar lëndë toksike që janë marrë nga ushqimet ose janë prodhuar në aparatin tretës. Gjithashtu, ekspertët tregojnë se si çdo organ tjetër edhe mëlçia ka nevojë për detoksifikim. Përzieni një lugë gjedhe vaj ulliri me një lugë gjedhe me lëng limoni dhe pini esëll çdo mëngjes. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrësi në regjimin ushqimor të prekurve nga diabeti. Madje sipas mjekëve, ata duhet të konsumojnë vetëm ushqime të gatuar me vaj ulliri, pasi do të ulën nivelin e kolesterolit të keq dhe do të balancojë nivelin e glukozës në gjak. Përfshirja e vajit të ullirit në dietën tuaj të përgjithshme është një mundësi e shkëlqyer për të rritur përfitimet e tij dhe gjithashtu për të mbajtur larg një sër problemesh. Ndaj, nëse doni të përfitoni nga vlerat e vajit, shtojeni atë me moderim. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.